Do të diskutojmë në këto momente rreth situatës politike në vend. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte deputetin e Partisë Demokratike, zotin Klevis Balliu. Bashkë me ne do të jetë edhe analisti i njohur Agim Baçi. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje. Zoti Balliu, do ta nisim bashkë bisedën me lajmin e fundit. GKO ka pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Po, mendoj që i duhet ishte një akt i saj personal, duhet të ishte marrë që në fillim masat për këtë çështje, pasi pushteti i saj gjatë gjithë kësaj kohe i ka dhënë mundësinë që të shkatërrojë çdo provë që ajo mund të kishte në dispozicion, sidomos administrata e saj, e cila qartazi është e përfshirë në aferat korruptive dhe në vjedhje, duke ju referuar këtu dhe komunikimeve të saj me nënpunësit, siç ishte rasti i Berberit. Pra, në këtë kontekst nuk ka ndonjë gjë për t'u habitur. Unë paralajmërova dhe dje që në ditët në vijim do të kemi të reja, dhe ajo erdhi si rrjedhoj e komunikimit që pati Edi Rama. Rama ka patur një ndryshim të komunikimit në lidhje me çështjen Balluku, e filloi me kërcënime ndaj prokurorit që kush e ti që i merr pasaportën zëvendës kryeministres, dhe arriti dje në përfundimin, dhe vetëm për këtë punë ka ardhur dje në 10 minuta fjalim. Ju e dini që zakonisht ai flet 3 orë në parlament. Erdhi në 10 minuta fjalim për të thënë që ne nuk kemi punë më me zonjën Balluku. I dhanë dhe duart tërkritje në fundit dhe më tani fillojnë ta përcjellin drejt qelis. Unë ja kam kërkuar zonjës Balluku që ajo të bëj çmos, që mos të bëj gabimet që ka bërë gjyshi i vet. Nuk e di pse nuk ka dëgjuar, e ka patur kurriz këtë lloj situate në familje. Tani thjesht po përsëritet që edhe një herë një ram do shpëtoj, do ngrihet, që të bie një Balluk tjetër, siç ndodhi me Beqirin, që ra Beqiri dhe u ngrit Kristaqi. Zoti Baçi, sepse do ta vijoj bisedën me zotin Balliu, si e shihni ju këtë lajm të fundit? Pra, GKO ka pezulluar zëvendës kryeministren zonjën Belinda Balluku dhe i ndalon lëvizjet jashtë vendit. Ne në fakt duhet ta kishim këtë vendim shumë kohë më parë, dhe më dje kishim një paradoks, kishim një lajm nga Ukraina që është vend luftë dhe shkarkoi 2 ministra të akuzuar për korrupsion, dhe ne vend në paqe që duam të hyjmë në BE, vazhdojmë ta kemi normale, në zyrtarët të cilët akuzohen me akuza penale dhe vazhdojnë të kenë atë vend në tyre në qeveri, domethënë duke vazhduar punën sikur s'ka ndodhur asgjë. Nëse duam vërtet të kemi një vend normal, ky prezumim i pafajësisë i shërben individit dhe nuk është kënaqësia jonë se sa do dënohen, a do dënohen dhe kur do dënohen. Çështja është që ne nuk mund të marrim sipas konceptit e prezumimit të pafajësisë dhe pastaj nëse do dënohet, kush e marr përgjegjësi për këto qytetarë që kanë patur një drejtues, një ministër, një të zgjedhur, i cili është në akuzë, prandaj dhe dorëheqja politike, marrja përgjegjësisë politike, marrja përgjegjësisë morale duhet të jetë një lloj veprimi shumë më i shpejtë nga ato zyrtarë të cilët emërohen apo zgjidhen, për të dhënë të drejtën qytetarëve që ata të drejtohen nga dikush tjetër dhe vetë shkojnë pa velin e pushtetit, pa mantelin e pushtetit përballë gjykatës, dhe ta fitojnë atje pafajësinë e tyre nëse kanë bimin që janë pafajshëm. Zoti Balliu, ju keni dhënë deklarata të forta ditën e djeshme për pasurinë e zonjës Balluku, për përfitimet, për apartamentet. S'kam bërë unë deklaratat, janë deklaratat që ka bërë zonja Balluku të deklarimit pasurisë. Ju thjesht ju s'keni bërë atëherë ditën e djeshme, ja keni kujtuar? Thjesht e kam evidentuar që ose të mendosh që sot për shkak të pastrimit parave që bëhet në përkulla, janë rritur çmimet fiktivisht. Ne kemi Departamentin e Shtetit, kemi Interpolin, kemi antimafjen italiane, kemi prokurorin belg i cili është kërcënuar vetëm 2 ditë më pak nga kartelet e drogës shqiptare, që është dhe i njëjti prokuror që ka hetuar çështjen Toyota Yaris në Belgjik, i cili deklaroi që problemi më i madh që është sot në Europë janë kartelet e drogës të Shqipërisë, të cilët kanë nën kontroll total
edhe portin në Belgjik, të Anvertës, edhe në portin e Hollandës. Dhe problemi janë për ta sepse këta janë të vetmit kartel në botë që parat i pastrojnë në vendin e tyre. Dhe parat këtu në Shqipëri, sipas raporteve ndërkombëtare, pastrohen në ndërtim. Kjo sjell rritjen fiktive të çmimeve të apartamenteve që e bën të pamundur për 33-jat që të blejnë një shtëpi. Ndërkohë, çuditërisht, familjarët e zonjës Balluku, pavarësisht që janë nga 20 vjeç, kanë dhurat patjetër nga familja, nuk e di nga cili prind, apartamente dhe adresa e cilës thotë është në Shqipëri. Ku në Shqipëri? Se ne gjithë bëjmë deklarime pasurisë dhe duhet jemi shumë koncis se ku e kemi shtëpinë. Fakti kështu na e kërkojnë ne. Kurse në rastin e zonjës Balluku thotë që është në Shqipëri shtëpia, po se ku në Shqipëri? Se në Shqipëri mund të jetë në një nga këto kullat. Në Shqipëri mund të jetë në një fshat të vendit. Duhet specifikuar ku është. Të gjitha këto s'kan në mendimin tim shumë rëndësi se nuk mendoj që kanë ngelur më njëri të kuptoj që po janë vjedhur paratë e shqiptarëve nga Belinda Balluku. Ajo çka është më e rëndë, çfarë shoh unë, është duke e lidhur dhe me debatin e dieshëm në parlament, kemi patur faktin që 70% e buxhetit, të këtij buxhetit më të madh në histori që e thon këta, që është buxheti është më i madh në histori sepse sa takson shqiptarët. Taksohen më shumë se çdo herë tjetër në histori, se s'ka burim tjetër qeveria për të marrë para përveç parave të shqiptarëve. Dhe ky buxhet kaq i madh, 70% i tij shkon për infrastrukturën energjetikën, pra për Ministrinë e Belindës dhe një administratë gjysma e cilës është në burg. Ndërkohë që për arsimin, për shëndetësinë, për sigurinë ne kemi buxhetin më të vogël në rajon. Ndërkohë për Ministrinë e Belindës kemi buxhetin më të madh në rajon. Dhe kjo ishte deri ditën e djeshme. Tani me filmat e tyre çfarë kanë rënë dakord apo mbase Edi Rama ka gjetur një formë për t'u shmangur kësaj afere korruptive, por që fakti është dhe këtë dua ta specifikoj me shumë sinqeritet, ju i dini shumë mirë marrëdhëniet e mia me Belinda Ballukun, s'kam hallën të mbroj Belinda Ballukun, por e vërteta është që në qoftë se Belinda Balluku për këtë vjedhje do një ditë burg, Edi Rama do një vit burg, sepse Belinda Balluku nuk i njihte kompaninë turke për 50 milionë euro. Atje e ka quar Edi Rama. Dhe projektin për ta anulluar e ka kërkuar Edi Rama. Që ato para të shkojnë pikërisht te Belinda, të shkojnë pikërisht tek kompania turke e Edi Ramës, e miqve të Edi Ramës me të cilët Edi Rama bën lojra gjeopolitike. Dhe çdo kryeministër është në drejtën e tij të ketë marrëdhënie gjeopolitike, marrëdhënie ndërkombëtare me njerëz, të ketë afilacione, me dikë do heci më mirë, me dikë do heci më pak. Po asnjë kryeministër nuk mund të marrë paratë e taksapaguesve për të bërë projekte korruptive dhe nëpërmjet atyre parave, atyre taksave të pagojë për interesa të veta personale kompani të huaja. Pra, këtu nuk është Belinda. Belinda është Masha, Belinda është personi që ka ekzekutuar udhëzimin. Por në rastin konkret edhe Edi Rama ka firmë. Ani unë nuk e kuptoj. Në cilin vend të botës mund të ndodhi që dy persona kanë firmë për të njëjtën çështje korruptive, por njëri thritet e tjetri jo. Këto pastaj janë lojra dhe këtu nuk është e drejtë edhe ndaj zonjës Balluku që të thirret ajo dhe mos të thirret Edi Rama. Të dy kanë firmë. Firmën për marrjen e buxhet nga buxheti i rezervave të parave për kompaninë turke e ka Edi Rama. Aktin normativ e ka firmosur Belinda Balluku. Që të jemi të drejtë dhe të jemi të sinqert pavarësisht mendimeve personale apo debateve personale që mund të kemi. Në rastin konkret duhet thirrur edhe Edi Rama. Zoti Baçi, si e shihni ju këtë çështje? Tashmë zëvendës kryeministria është e pezulluar, një vendim i marrë nga gjykata në fakt. Pra nuk s'kishte vullnet në këtë rast që të linte drejtësinë edhe të bënte punën e saj duke qëndruar në prapasken, por gjithsesi ishte në të drejtën e saj edhe mos të jep të dorëheqjen, kështu që dakord, por domethënë midis ligjit dhe moralit unë them që zyrtarët e akuzuar kanë përgjegjësi edhe morale, kanë përgjegjësi politike, nuk kanë vetëm përgjegjësi ligjore. Përgjegjësitë ligjore janë individuale. Përgjegjësitë politike dhe morale kanë të bëjnë me raportin me publikun, me atë peshë që kanë në publik. Dje zoti Rama në parlament u mundua ta relativizonte, madje edhe në një intervistë tek Euronews, domethënë tha që edhe Brukseli është problem me korrupsionin dhe krimin. Pra, u mundua të thoshte që nuk jemi ne vetëm i vend.
por ama nuk tha se si është reagimi në këtë vend kur ka të korruptuar, se ku shkojnë, domethënë se a japin dorëheqje, pra a shkojnë përpara përgjegjësisë, sepse kur citon diçka, nuk mund të citosh vetëm pjesën që ka, po të citosh reagimin. Dhe ti unë nuk po them që ti ke përgjegjësi për çdo zyrtar të korruptuar. Ti ke përgjegjësi si reagon kur zyrtari yt, domethënë kapet, domethënë në korrupsion, akuzohet për korrupsion, dhe tu ndahet qëndrimi. Se unë nuk them që gjithë kryeministrat në botë kanë qeverinë e tyre të ndarë, domethënë dhe arrin të kontrollojnë gjithçka. Por të jetë zëvendës kryeministi i dytë, domethënë që akuzohet me dytin madje me radhë njëri pas tjetrit. Kesh kaq zyrtar të akuzuar dhe vetë mendosh që nuk di asgjë, domethënë, po të gjithë tjerët han kumlla pas shpinës, kjo pastaj për mua është një shaka e hidhur, sepse unë mendoj që në Shqipëri edhe nga mënyra se si funksionojnë, edhe nga mënyra se si reagojnë, domethënë në Partinë Socialiste, tregojnë që në qeveri është gati e pamundur të bësh veprime pa informuar kryeministrin. Kështu që çdo lloj tentative e kryeministit për shmangur vetveten që nuk ka dieni për këtë, apo që çdo gjë do marrë përgjegjësi personale, për mua thjesht është shmangë nga përgjegjësia. Mund të marrë përgjegjësi penale individualisht, po përgjegjësi politike dhe përgjegjësi morale padyshim që ka kryeministri, që ka zgjedhur këtë ekip, domethënë, dhe zonja Balluku kishte një shans shumë të madh që të jepte një lloj hapi, në një shans politik për të vënë dorëheqje, për të thënë do ballafaqohen me akuzën, më pa petkun e pushtetit. Tani që e ka përcaktuar gjykata, mendoj që është një vështirësi më të madhe, sepse duke u tërhequr vetë do kishte një moral politik shumë më të madh se sa tani. Zoti Balliu, ju keni patur konflikte të vazhdueshme me zonjën Balluku, le të themi akuza kundër akuza, sulme të vazhdueshme ndaj njëri tjetrit, unë po i konsideroj sulme, pavarësisht se kanë qenë në, le të themi, për konsum politik në të shumtën e rasteve, gjithsesi dje opozita, pavarësisht se kishte kërkuar shumë me insistim që zonja Balluku të ishte prezente në seancë, zgjodhi të mos e dëgjonte. Bën sens kjo? Unë ju mirë kuptoj pyetjen tuaj. Reagimi jonë lidhe me një fakt të thjeshtë. Ne kemi thirrur në interpelancë disa herë, madje edhe pavarësisht që ajo ka një detyrim në rregulloren e kuvendit që duhet ishte në komisionin për kërkesën e buxhetit, që është në parim, dhe është në rregullore që nuk mund vi asnjë vartës, por duhet vi vetë ministra, dhe në rast se ministra nuk ka mundësinë të vi, atëherë shtyhet mbledhja e komisionit. Zonja Balluku, patjetër në shkeljet rregullores dhe të ligjit, u shmang edhe asaj, se këta nuk pyesin as për ligj as për rregullore. Dhe vjen një moment në një parlament në të cilin nëse ti reagon kundër Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, ty të hiqet e drejta fjalës. Vjen një moment dhe të mbaj fjalën dhe kërkonte që ne të rrinim aty, ta dëgjonim dhe nëse ne do të reagonim sadopak ndaj fjalimit të zonjës Balluku, atëherë këta do të mbyllnin seancën. Dhe kjo ishte paralajmëruar. Për mos i lejuar atyre dhe mos i dhënë mundësinë. Siç ndodhi në seancën e parë plenare. Po, që ata të mbyllnin seancën dhe ky buxhet mos të diskutojë, ne zgjollëm mos të bëheshim pjesë e një akti kaq të turpshëm. Dhe ka një provë për këtë. Debati im i djeshëm me zonjën Balluku, në fakt nuk ishte as me zonjën Balluku. Unë dje nuk e kërkova fjalën për replik. Duke ditur ç'do ndodhte sot, dhe ja thash zonjës Balluku që unë nuk merrem me ish, sepse ti nesër nuk je më. Unë kërkova fjalën për procedurë dhe kërkova fjalën për procedurë në lidhje me ofendimet që u drejtuan familjes time pasi është bërë disa ta herë. Dhe kjo është në rregullore. Nuk kërkova fjalën për replik, se s'kisha pse të merresha më, kur unë merrem kur këto janë mbi kal, jo kur këto janë poshtë kalit. Në rastin konkret, me një udhëzim të Belinda Ballukut, drejtuesja e seancës, se nuk e di emrin e asaj zonjës, më Nëse kjo është cinike, mos e dini emrin Jo, nuk e di emrin e zonjës. Okej. Po drejtuesja e seancës, nuk e di, nuk po them gjë, nuk e di emrin. Okej. Zonja më njofton që s'të jap fjalën. Jo vetëm që s'më jep fjalën, por jep fjalën dikujt tjetër, dhe pas reagimit tim më thotë s'ke të drejtë të flasësh gjatë gjithë seancës. Dhe kjo ishte një udhëzim i cili erdhi fillimisht nga Balluku dhe më pas nga zoti Balla. Tani kjo është një anomali që ndodh aty dhe kjo do të kishte ndodhur edhe në rastin nëse ne do të ishim më përpara dhe do ishte mbyllur seanca. Dhe kjo është prova që pse ishte e duhura vendimi për t'u larguar nga ajo seancë, që ne t'japim mundësi qytetarëve që të dëgjohet buxheti. Shikoni me vëmendje, çfarë kuptimi ka
zgjasë diskutimi i buxhetit ka qenë deri Ju e në pasi orën si 3 të kaloi mëngjesit. projekt buxheti? Çfarë kuptimi ka debati në 3 të mëngjesit, 2 të mëngjesit, 1 të mëngjesit? Kush është ai shqiptar që po çohet në orën 1 të mëngjesit se po flet Klevis Balliu për buxhetin në Po kështu ka pozicion mund ta funksionuar, shikoj. buxheti ka Është qenë absurde, seancë unë nuk e maraton. di si ka funksionuar, po duhet nuk mundet që një çështje kaq e rëndësishme të bëhet në orë ku s'është asnjë qytetar, se në fund ditës ky është buxheti si do shpërndahet Kështu kanë interes qenë këto qytetarëve. seanca gjithmonë. Rritje rrogësh, investime, taksat, investime kapitale. Kjo bëhet për këtë çështje, s'bëhet për t'ia shpërndar parat të njëri tjetrit. Po këta se kanë problem se këta e kanë fiks për t'ia shpërndar njëri tjetrit. Këta e morën buxhetin dhe thanë 70% të këtij buxheti po ja çojmë Lubi Ballukut. Ndërkohë që ne në arsim sot kemi rënë me 80 vende, ndërkohë që në shëndetësi, sipas raportit PISA-s, dhe 60% e të rinjve sot janë analfabet funksional sipas raportit PISA-s, sepse ka rënë arsimi, ndërkohë që në shëndetësi tek onkologjiku është një dramë e vërtet, duket si një zonë lufte, nuk ka shtretër, nuk ka ilaçe, dhe kjo është në tërësi, pa folur këtu për spitalet që janë në përqarqe. Dhe në vend që të fokusohen investimin këtu, e fokusohen investimin tek Balluku. Po pse e fokusohen atje? Sepse aty mund vjedhin me rrugët, siç është rasti i Korçersek. Aty mund vjedhin me Tigrin 1 dhe Tigrin 2. Ju e keni parë, neve na ka deklaruar dhe unë habitem që si nuk është bërë lajm kjo, Po, që? që në komision ju drejtova zotërisë përfaqësues të zonës Balluku dhe i tregova që ne kemi paguar 80 milion euro për 2 tece lundruese, të cilat nuk ndizën. Dhe përgjigjja e tij tha që janë ndezur dhe kanë harxuar rreth 700 watt. 800 watt një shifër. Dhe kur bën për llogaritjet se çfarë do të thotë ajo, ishin 36 orë energji vetëm për Tiranën. Pra ne kemi paguar 80 milion euro për 36 orë energji, për të prodhuar 36 orë energji që i duhet Tiranës vetëm në një ditë. Dhe ndërkohë kanë vazhduar të blejnë qindra miliona euro energji në treg kur çmimi ka qenë në kulmin e vet, që është një çmenduri. Dhe këtë e pranoi vet përfaqësuesi zëvendës ministër në mos gaboj, i Ministrisë Infrastrukturës. Pra praktikisht ata pranuan që ne kemi paguar 80 milion euro për 36 orë energji që i duhet Tiranës. S'diun të ketë energji që duhen 80 milion euro për 36 orë. Dhe këto janë të gjitha pjesë e aferave korruptive dhe këta e çojnë buxhetin atje sa aty ndajnë parat. Prandaj dhe Belinda Balluku sot nuk është më aty ku është. Ju jeni dhe keni vendosur të merrni pjesë në këtë seancë maraton me bindjen që mazhoranca i ka votat për ta kaluar projekt buxhetin. Siç ka votat për të kaluar edhe shumë... Patjetër, po unë asnjëherë nuk shkoj duke i paragjykuar. Se po t'i referohem unë historikut të kësaj partie, ne nuk duhet të shkojmë në parlament fare pastaj. Kjo është partia që... Ne keni provuar dhe bojkotin dhe nuk është se ka dalë gjë në dritë, Jo, nuk ja vlen më politika pastaj nëse unë do i paragjykoja gjithë për një arsye të thjeshtë. Dua të dëgjoj pak zotin Baçi, për sa i përket pozicionit të opozitës. Pati një të ashtu quajtur protest që më vonë u redaktua dhe tha jo nuk ishte protest, ishte një foltore përpara kryeministrisë, ndoshta kjo erdhi edhe për shkak të pjesëmarrjes së ulët për cilën unë do pyes zotin Balliu, sepse edhe deputetët e Partisë Demokratike nuk ishin të gjithë në atë protest. Më pas pam ditën e dieshme që të kërkoj atë pyetje që i bëra te zotit Balliu, të kërkoj me insistim zonja Balluku në seancë dhe kur ajo erdhi dhe po fliste, opozita avulloj. Nga ana tjetër, fliste kryeministri, opozita i ktheu shpinën. Jo, ne kemi të nevojshëm debatin në kuvend. Ne nuk kemi nevojë të ngjojmë PS-n brenda kuvendit dhe PD-n jashtë kuvendit. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe dje kishin një shans. As ti kthehemi shpinën se nuk më duk në një strategji që bëri efekt te kryeministri, as me ikin nga zonja Balluku. Opozita ka detyrë të ballafaqohet, ja thot përballë. Ne kemi nevojë për fjalime, ne nuk kemi nevojë të shohim aty një përballje kur grindet Berisha me pjesën tjetër dhe PD-ja pastaj nuk flet gjërat. Unë mendoj që Partia Demokratike ka ekspert shumë të mirë. Ka njerëz që e njohin edhe ligjin dhe buxhetin, edhe debatin. Dhe duhet gjej shtigjet pikërisht për këtë debat. Dakord jam. Mazhoranca po tregon arrogancë, po tregon ndërprerje debatit, po tregon që nuk lejon në komisionet hetimore, po ndërpret domethënë opozitën në këtë betejë. Edhe ndërhyrja e zotit Balliu bënte sens ditën e djeshme. Jo, janë pranë, sepse e drejta, opozita ka të drejtë në fjalë në fund fare.
duhet të themi një gjë, është që duhet të kthehet në shina. Kuvendi është për të kontrolluar ligjshmërinë e qeverisjes, nuk është për të zbatuar urdhat e qeverisë. Ne jemi rubrikë parlamentare, parlamenti kontrollon qeverinë, nuk kontrollon qeveria parlamentin. Në këtë pike duhet të kthehet parlamentarizmi. Edhe mazhoranca duhet të kuptojë që nuk është me dorë trokitje, është aty për të kërkuar llogari dhe kanë humbur interpelancat, kanë humbur debatet, domethënë por opozita duhet të gjejë rastin të thotë shqiptarëve që ditët e veta i ballafaqon me mazhorancën. Jo me i thënë para kryeministisë kur janë vetëm ato dëgjuesit e vet, jo me i thënë kur domethënë jashtë parlamentit, por me debatuar aty me kryeministin, me çdo, sepse shqiptarët kanë nevojë të dëgjojnë përballë dy mendime dhe meqense në debate televizive mazhoranca nuk del me opozitën, atëherë ngelet vetëm parlamenti. Po as opozita nuk del sepse mazhoranca është një pozicion. Një sekond. Levis, jo, pritë ta sqaroj. E di çfarë do thoni, nuk është e vërtetë që nuk dalim me mazhorancën. Këtë e di. Por mazhoranca ka në dorë ta bëjë këtë zgjedhje. Dhe nuk i intereson shumë sepse ka mënyra të tjera, ka votat, ka sigurinë. Ndërkohë që opozita është ajo që duhet të përçojë fjalën e saj, duke mos u paraqitur në studio televizive me shiko, po bëri debat Klevisi me mua. Dhe jam e bindur që Klevisi është një përjashtim në këtë rast, Jo, Flori. Sepse të tjerë nuk vinë, duan vetëm me kundërshtar. Klevisi, unë nuk votohem. Klevisi votohet. Klevisi dojnë përballë një të mazhorancës që votohet. Me mua bën debat, më nxjerrin një tuf vërteta, mund të pranoj edhe kritikat e mia, mund të pranoj edhe gabimet që bën. Thot, unë i kam votat, jam në rregull dhe s'kam fare pse të bëj debat. Më thonë që i ke votat për të kaluar ligjet, po jo votat për të bindë shqiptarët. Tani, shiko, parlamenti është për të kontrolluar. Kur të vinë zgjedhjet e tjera, një vit para zgjedhjeve do ta zhbëj këtë vendim që ka marrë për momentin. Jo, është një vendim që i leverdisi Ramës nga viti 2019 kur ndodhi bojkoti i kuvendit, që tha nuk debatoj me ata që kanë bojkotuar kuvendin. Tani kur opozita nuk e ka bojkotuar, po është kuvend, nuk debaton me këto. Pra, ka qenë gënjeshër sepse nuk është se ka qenë një abandonim institucional. Tani e ke opozitën në kuvend. Pse nuk debaton me opozitën? Tani pse nuk shkon në interpelancë kur të kërkon? Pse i shmangen gjithë interpelancave? Pse bën çmosje të shmangësh komisionet ndihmore? Pra, në këtë pikë për mua është e pasinqertë, sepse fund fare ti opozitën e ka zgjedhur një pjesë e shqiptarëve, siç ka zgjedhur ty një pjesë e shqiptarëve. Aty nuk janë, domethënë janë përfaqësues të një pjesë të mirë të shqiptarëve. Në emër të kujt ti refuzon këtë gjë? Ti mund mos kesh qef. Pa diskutim. Por gjithsesi as Tomor Alizotin, as Belin Këlliçin. Çështja është që ata janë përfaqësues një pjesë të shqiptarëve. Ti do të japësh llogari atyre. Deputeti është aty domethënë për të kërkuar llogari. Në fund fare, se domethënë i bie që vetëm me marr rrogën. Për çfarë është? Pra për të kërkuar llogari, po kjo është elementi numër 1. Që janë ku bën për të rregulluar. Por nga ana tjetër, opozita duhet të shfrytëzojë çdo moment për të përçuar argumentat e saj, për të përçuar fjalën, sepse fjalën ka sot në dorë opozita. Nëse nuk bën debatin ku bën, dhe shkon dhe thot para kryeministisë s'ka bërë asgjë. Kto e thot në konferencë shtypi Sali Berisha për ditë. Pikërisht pra. Atje. Plus që do të zhvesh protestat, domethënë qoftë edhe si parlament qytetar aty, si ide është e mirë. Si kaos nuk është e keqe sepse për sa kohë nuk lën ku bën, do të thosh diku. Por çështja është që ajo nuk e përbën sepse kështu zhbën edhe konceptin e protestës qytetare. Protesta me qytetarët është për të treguar diçka tjetër. Parlamenti është fushë beteja ku nuk duhet shmangesh kurrë. E ikja dje nga balluku që e kërkove me vendosmëri dhe mosgjetja rrugëve për të thënë gjërat në parlament, për mua është një dobësi. Duhet gjetur rruga, nuk është aty parlamenti, nuk është PD-ja vetëm për fjalën e Berishës, edhe gabimi më i madh që bën disa deputet PD-s që heqin dorë nga koha vet, domethënë dhe japin fjalën vetëm doktorit. Dhe ne nuk i njohim më se çfarë thon. Duhet patjetër që gjithë grupi parlamentar të demokratike. Doktori del për ditë në konferencë për shtyp. Po nuk ka nevojë pra dhe për podiumin atje. Kanë nevojë deputetët e opozitës të ballafaqohen me kolegët e tyre dhe t'ia thonin det përballë. Domethënë, kjo është për mua dhe kur flasim për atë, se ndoshta vetë Berisha siç kam ndjekur lajmet, nuk është se ka qenë shumë entuziast për këtë protestë që u bë para kryeministisë, po ka plotësuar një pjesë mirë të kërkesave që kanë bërë aty. Unë mendoj që opozita në raportin e vet ka problemet me vetveten për mungesën e një analize të thellë apo një komunikimi me qytetarët. Dhe unë kam thënë, për shembull, mjafton vetëm ligji për barazinë gjinore, që kush i ndaloi deputetët e opozitës bëshin seanca dëgjimore me qytetarët në vendet ku janë zgjedhur, sepse ishte një ligj që do ketë efekte, domethënë akoma e kanë pa qartë shumë qytetarët. Pra, kur nuk do të dëgjon parlamenti, bëj parlament me qytetarët, por me ata me dëgjesa. Te kryeministria
nuk është se arrin në gjë, u bë, u pa, nuk dha ndonjë efekt. Qartë. Kurse përballja me vendosmëri, nuk u dhënë dhe gjetja e rrugëve për që të natyrë dhe për të treguar pse jetë ti alternativë, është domosdoshme aty bashkë me kundërshtarin.